Vendimi i gjykatës kushtetuese një vendim, po themi kështu, logjik. Pra një vendim i ndryshëm nga ai që u mor, do të ishte një dramë e madhe, jo për shkak, jo se tregon kapjen e institucioneve. Unë nuk kam dyshime që edhe gjykata kushtetuese është e kapur, siç është e kapur dhe SPAK-u dhe institucionet e drejtësisë, për shkak presionit që ushtron zoti Rama si autokrat i këtij vendi. Por problemi ishte që vendimet të kësaj natyre, edhe kur bëhen nga autokratët, janë vendime që lënë shenjë ose krijojnë precedente të rrezikshëm. Dhe minimalisht ne sot mund të themi që precedenti nuk u krijua dhe ishte po si ishte favorizimi, ishte po si ishte presioni i zotit Rama. Kjo është një çështje që diskutojmë nga ky moment në vazhdim, por të njohim atë që ka ndodhur. Dhe ajo që ka ndodhur dje është rrëzimi i një presidenti të rrezikshëm, ose mundësia e vendosjes një president të rrezikshëm që realisht do i godiste të gjithë. Unë mendoj që vendimi i dieshëm duhet të lexuar me kujdes. Vendimi i dieshëm nuk është një vendim për pafajësinë e Erion Veliajt në raport me akuzat që kanë ngritur struktura e posaçme antikorrupsion, por është një vendim pafajësie në raport me kërkesën që ai bëri për mënyrën se si u shkarkua ose u bën procedurat e shkarkimit të tij si kryetari i Bashkisë së Tiranës.